Si ndodhi shpëtimi i Beni Israilëve prej Firaunit dhe ushtrisë së tij? Dhe si mbeti kjo ditë e shënuar? Allahu subhanahu wa ta'ala na ka treguar shpëtimin e Musait dhe Beni Israilëve në disa vende në Kur'an, por unë do të përmend fragmentin e surës Ash-Shu'ara, ku Allahu subhanahu wa ta'ala na tregon urdhrin që i ka dhënë Musait që të largohej nga Egjipti bashkë me Benu Israilët, se do t'i ndiqte Firaunit dhe ushtria e tij, pra të largoheshin dhe të arrinin në breg të detit para se t'i zinte Firauni dhe ushtria e tij, dhe duhej që të largoheshin gjatë natës. Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Dhe kështu largohen Benu Israilët me në krye Musain dhe Harunin, largohen nga Egjipti gjatë natës. Marrin sa mundur nga stolitë e egjiptianëve, dhe në mëngjes Firauni dhe paria e tij shohin që Benu Israilët, pra ata që i shfrytëzonin si sklavër, punët më të rënda, ishin larguar dhe ndjen rrezik. Edhe Firauni dha urdhër që të mblidhej një ushtri e madhe. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. Firauni dërgoi ushtrin, dërgoi njerëz për mbledhje një ushtri të madhe dhe u tha njerëzve që këta janë një grup i vogël, njerëz të rëndomt, me një numër shumë të vogël, ne e kemi shumë të lehtë që t'i shfarosim ata sipas tij. Allahu aty ja kishte verbuar arsyen. Dhe ai çdo ditë shkonte drejt shkatrimit. Po kur njeriu nuk pranon gjën më të qartë që besimin në Allah, ai tregoi kokëforci, nuk pranoi besimin në Allah, nuk pranoi të adhuronte Allahun vetëm, nuk pranoi profecinë e Musait, kur argumentet që solli Musai alayhis salam ishin shumë të qarta. Musai alayhis salam e hidhte shkopin dhe kthehej në gjarpër gjigant. E nxirrte dorën nga gryka e këmishës së tij edhe shkëlqente dritë. Po Allahu lartua dha dhe disa shenja të tjera për Firaunin, parinë e tij, për egjiptianët, që tregon dhe ka përmendur Allahu lartua këto shenja në Kur'an, që tregonin se vërtet Musa alayhis salam ishte dërguar Allahu, kështu që Firauni e dinte me siguri që Musa ishte dërguar Allahu. Por dëshira e tërbuar për të shkatruar Banu Israilët, urrejtja dhe inati i madh që kishte ndaj Musait dhe Harunit dhe Banu Israilëve, ja verboi arsyen dhe bëri që ai të shkonte drejt shkatrimit. Asnjë moment ai nuk ka reflektuar. Po të reflektonte, ai nuk do ta bënte këtë gjë, ai po shkonte drejt shkatrimit. Kështu Firauni mblodhi ushtrinë, tha që ne jemi të vëmendshëm, ne jemi të kujdesshëm ndaj këtyre njerëzve, këta po na inatosin neve. Mblidhet ushtria dhe dolën nga Egjipti. Allahu Rasul ka përmendur se i ka nxjerrë nga akhrajnahum min jannatin wa uyun, nga kopshtet e begatat e Egjiptit, burimet. Ata kishin kopshte, kishin pemtari, kishin bujqësi, kishin të ardhura me fjalë, ata kishin burime në Egjipt. Ndodheshin shtëpitë të parcelat e tyre pranë lumit Nil dhe shfrytëzonin ata. Wa kunuzin wa maqamin karim. Nxorën nga thesaret, kishin thesaret më dha pasurish, shtëpi të bukura dhe të mira, i lanë gjithë pasuritë. E lanë jetën luksoze të cilën e bënin. I nxori Allahu subhanahu wa taala. Pra u erdhi dënimi nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe ata që kanë dorë sot frenat, që kanë pushtetin, që kanë pasuri, kanë mirëqenie, por mohojnë Zotin, mohojnë profetit e Allahut, mohojnë mesazhin minor që erdhi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mohojnë ditën e gjykimit, mohojnë xhenetin e xhehenemit, ushtrojnë padrejtësi, shtypin njerëz të varfër, nuk lejojnë që dalin nga varfëria disa popull, nxisin luftra në vende ndryshme. Ata duhet ta dinë se do vinë nga Allahu nëse nuk bëjnë toba, nëse nuk heqin dorë. Ata s'mund të fitojnë kundër Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu do të rritullojë gjendjen. Do vi koha në mos këta pasardhësit e tyre, nëse do vazhdojnë me zullum, që Allahu lartësuar t'u heqë pushtetin. Ne dëshirojmë që të pendohen, të heqin dorë, të bëjnë kthesë.
Po punët e Allahut të lartësuar janë të fuqishme. Allahu i lartësuar ka fuqi për të bërë gjithçka. Edhe Allahu i lartësuar bëri që Egjiptin pas shkatrimit të Firaunit dhe ushtrisë së tij ta trashëgonin Banu Israilët. Por vazhdon tregimi domethënë se si ndodhi ngjarja në mëngjes. Kur po lindte dielli, Firauni dhe ushtria e tij arrin që të shohin Banu Israil dhe Musaj. Banu Israilët shohin ushtrinë e Firaunit, një ushtri e madhe. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. Në momentin kur dy grupe shohin njëra tjetrën, Banu Israilët, pasuesit e Musait alayhis salam, pra thanë, ata do na zënë, do na shkatrojnë, do na shfarosin. Ku do shkojmë tani? Detin e kemi përpara. Ata ishin nisur për të kaluar në anën tjetër të detit për të shkuar në Palestinë. Detin e kemi përpara. Pas kemi ushtrinë. Ushtria ishte shumë e madhe, ata s'kishin fuqi me u përballur me ta. Por Musa alayhis salam kishte bindje të plotë që do ta shpëtonte Allahu. Dhe Allahu lartësuar ka përmendur në Kur'an se Musa alayhis salam tha kella inna ma'i rabbi sayahdin. Tha kur nuk do të munden që të na zënë dhe të na shfarosin. Me mua është Zoti, domethënë ndihma e Zotit. Dhe Allahu do të më orientojë për të bërë diçka që ne shpëtojmë. Përderisa jemi në rrugën e Zotit, përderisa besojmë Allahut, besojmë mesazhin e Allahut, ndjekim rrugën e Allahut, ne duhet kemi bindje se kjo fe do të ngallënjej, se ummeti islam do të rrimë mëkamet. Po e gjithë çështja është që ne të ecim rrugën e Zotit. Problemi shumë muslimanëve sot është se nuk ecin rrugën e Zotit. Po ata kanë marrë, për shembull, ata kanë marrë forma shirku nga paganët, që kanë hyrë mes muslimanëve. Forma shirku nga bota e krishterë edhe nga hebrejt, që kanë hyrë mes muslimanëve. Ata kanë ide që kanë ardhur nga lindja dhe nga perëndimi që bien ndesh me mesazhin e me Kur'anin dhe nga Sunetin. Ka shumë devijime dhe bidate që kanë hyrë mes muslimanëve. Shumica e muslimanëve nuk praktikojnë siç duhet rregullat e fesë, falin 5 namaze, të respektojnë siç duhet prindrit, të durojnë në vendet e tyre, mos i praktisin vendet e tyre duke u bërë argat dhe shërbëtor të zullumqarëve dhe të qafirave. Pra, problemi i shumicës muslimanëve është që nuk po e zbatojnë siç duhet fenë e Allahut. Nëse muslimanët ecin rrugën e Allahut, Allahu do bëjë rrugdalje për ta. Sepse Allahu ka premtuar triumfim, ngadhnim, shpëtim. Musa alayhis salam ishte rrugën e Allahut, po ndiqte udhëzimet e Allahut të lartësuar. Dhe ai kishte siguri të plotë në premtimin e Allahut për shpëtim. Prandaj tha kella, kur nuk do ta zënë. Dhe kjo do të jetë motoja e çdo muslimani që ecë rrugën e Allahut sot, mos ketë frikë. Nuk do shuhet drita e Allahut. Nuk do shfarohet ummeti islam. Nuk do mundin që ta zhdukin Kur'anin. Nuk do mundin ata që të përhapin kudo në botë paturpsinë, homoseksualizmin, padrejtësinë. Ata do t'i japin sa do t'i japin, po ka me shkatruar Allahu i lartësuar. Dhe do triumfojë e vërteta. Domethënë besimi në Zot, drejtësia, ligjet e drejtësisë. Por muslimanët duhet të ecin rrugën e Allahut me bindje se do t'i ndihmojë Allahu subhanahu wa taala. Dhe në rast se muslimanët ecin rrugën e Allahut, i ndihmon Allahu. Siç tha Musa, inna ma'i rabbi, me mua është Zoti im dhe ai ka për të ndihmuar mua. Dhe Allahu do të më tregojë se çfarë do të bëjmë, çfarë duhet të bëjmë. Allahu subhanahu wa taala i tregoi, domethënë e urdhëroi Musa alayhi salam që t'i binte me shkop detit. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Ne i dham urën Musait që t'i binte me shkop detit, edhe u hap deti. Kam përmendur komentuesit e Kuranit se u hapën 12 rrugë në det, aq sa numri i Banu Israilëve, fisëve të Banu Israilëve. U tha fundi i detit dhe Musa i bashkë me Banu Israilët hyn në det. Çdo skaj i detit u bë si mali. Firauni dhe ushtria e tij afrohen, wa azlafna thamma al-akharin, afrohen. Dhe kuptohet nga tregimi që hyn det. Kam përmendur komentuesit e Kuranit se Firauni ka thënë, deti është hapur për ne, që t'i zëmë. Vazhdonte verbërisht drejt shkatrimit. Është hapur për ne që ne t'i zëmë. Edhe fillojnë hyn det. Firauni, paria e tij dhe ushtria e tij. Ndërkaq Musa alayhis salam bashkë me Banu Israil dalin krejt në anën tjetër të detit.
Kur dolën krejtësisht të shpëtuar, Firauni me ushtrinë e tij kishin hyrë krejtësisht në det. Në këtë moment Allahu i lartësuar i dha urdhër detit që të bashkohej. Shpëtoi Musai dhe Banu Israilit. U mbyt Firauni dhe ushtria e tij. Ka thënë Allahu i lartësuar: "Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in, thumma aghraqna al-akharin." Inna fi dhalika la'ayatan wa ma kana aktharuhum mu'minin. Kjo është argument për fuqinë e Allahut, shenjë që Allahu do të ndihmojë njerëzit e dobët, është argument që Allahu subhanahu wa ta'ala merr hak ndaj zullumçarëve dhe ai ka fuqi për të bërë gjithçka, por shumica e tyre nuk janë besimtarë.